Kështu që filluan traumat e mëdha për familjen tonë. Pas ikjes gjyshit dhe arrestimit një piti. Agim, do kthehem këtu në momentin kur dul gjyshi nga shtëpia. Çfarë mendoje ku ka ik edhe për sa kohë nuk e keni ditë a është i gjallë, a është i vdekur apo ku ndodhet? Gjyshi u largu nga shtëpia e jon duke lënë gruan shtatzan dhe lënë 3 djemë dhe një vajzë të vogël, kurse vajza e madhe ishte martuar vetëm me vajza e madhe ishte martuar me Aisha në atë kohë. Ai është. Gjyshi largohet nga Shqipëria dhe për 3-4 vite nuk e din se ku është. Dikush thoshte ka ikur nga Shqipëria, po se ku ka shkuar, edhe nuk kishim marrëdhënie, nuk kishim kontakt, absolutisht. Po gjatë këtyre viteve, çfarë mendojshet? Keni menduar që është i gjallë apo i vdekur? Baba në atë kohë mendonte, thoshte nëse kanë zënë kufi, kanë vrarë. Se po të zoshin kufi duke ik, ata edhe të vëshnin, ose të arrestonin. Për arrestimin nuk dihet gjë, për vrasjen nuk i dihet, kështu që nuk u bë i gjallë. Pas 3-4 vitesh, gjyshi ka shkruajt letër. Edhe letrat ka shkruajt në emër të vajzës madhe, që ishte martuar në fshatin pas, komuna Tropoj, Aisha, e cila ai ka menduar që familja e tij është internuar, nuk është më aty. Nuk i shkon letra, nuk i shkon komandres më për ta. Kjo ka qenë arsyeja që ka dërguar në emër të vajzës. Gjitha letrat janë dërguar në emër të vajzës e madhja. Edhe gjitha letrat që kanë ardhur, ne kemi letra që ka shkruajtur gjyshi. Gjyshi i ka fol për shkruajt, i ka shkruajt tjetër kush që nuk ka ditë këtë me shkruajt dhe me lexuar në atë kohë. Kanë qenë njerëz të caktuar të cilët kanë ditë me shkruajt. Po, kanë qenë njerëz emigrantë të cilët kanë ditë me shkruajt. Një ndër ta për shembull është Bra Ali Hoxha i Lurës, fshati i Lurës i Tropojës, i cili ka qenë moshëre në atë kohë në kamp edhe ka ditë me shkruajt dhe me lexuar. Ai shumë letra janë ardhur në fund, këtë letër e shkreu Bra Ali Hoxha i Lurës. Kanë ardhur njoftimet e para, letrat e para që baba është gjallë. Se ku qysh tek dhe të ndodhet në kampin në Galici, në arën e Vuçit të Erën të Jugoslavisë quajtur. Aty është marrë vesh si është i gjallë. Se pret si familje një letër të tillë kur 4 vite nuk dini asnjë informacion për babgjyshin edhe që vjen një letër nga babgjyshi se ajo është gjallë. Si ka qenë për ju si familje? Baba, pavarësisht se kishte humbë babajnë, kishte mërzin dhe kishte diçka që nuk e kishte marrë babajnë, të është llogaritë që të humbin rob i gjallë. Edhe mos desh fare për të. Është shumë i gëzuar. Është gëzuar aq shumë sa thot sikur më pa ardhur në shtëpi ku është bën i gjallë. Ku e ke marrë vesh diku po jetoj ka. Meqense ka qenë situata në atë kohë e tillë, a ka pas asnjë pikpyetje që nuk është letra e drejtuar nga babgjyshi? Edhe ka pas ndoshta dyshime me kriju, po nga që pyetke në letër, pyetke për të madhin për të voglin, e pyetke për gjithë anëtarët e familjes. Si është ky? Ai t'jep me shpjeguar sikur letra është fol nga ai person. Se i njefke, i pyetke për gjithë fëmijën. Po gjyshi nuk ka ditë me shkru, ka shkru dikush tjetër? Ky gjyshi nuk ka ditë me shkrujt. Gjyshi ka, në atë kohë, gjyshi e ka shkrujt letrën, e ka shkrujt një tjetër. Po. Edhe ai ka postuar në emër të Aishës në vajzës madhe. Vajza madhe ka bërë kontakti me fëmijë, pasi iku gjyshi, pasi ka shteti i mori familjen tonë, për ta përsekutuar më shumë. Babajnë e mori 14 vjeç dhe hallën time bashkë me motë, do të thonë babën dhe hallën i mori 12 vjeçare më halla, i treguan në kampin e Tepelens,
ku ishte një kamp i ndërtuar nga Italia, qysh në kohë e Italisë, ishte një kamp shfaras, ku shumë njerëz kanë hyrë ta dhe nuk kanë dalë. Baba me hallën jetuan nga qershori i vitit 1949 deri në vitin 1953, kur u mbyll kampi i Tebens. U mbyll krejt si kampaj, dhe të internuarit i shpërndan nëpër Berat, në Lushnjë, në Savër, i shpërndan nëpër gjithë Shqipërinë. Babën dhe hallën në atë kohë i çojnë në shtëpi. Në mbylljen e kampit të Tebens, kthehen te familja. Ku kthehen te familja, familja ishte përsekutuar në mënyrë më të keqe. Kishin sekustruar shteti Lop, Dhan, kishte sekustruar Blet, si kishte gjyshi, Derzem, kishte mbyll gjysën e shtëpisë me vulë. Se kishte vulos dhomat që mos të hynë kush në këtë dhomë. Ishte në vulat, se këtu kanaj armiku i popullit. Shtëpia ka qenë 2 kaqe e gjyshit, shtëpia e vllajt gjyshit ka qenë 3 kaqe, një ndër kullat më të vjetra dhe më të mira në atë kohë, e cila ishte rradha në fshat, kishte në 2 familje tjera, kulla 3 kaqe, si u quhen atëherë, se kullat numërohen me gishta. Nuk kishte gjithkush kull në atë kohë. Familje të caktuara. Ishin, ja, dikush ishte edhe kasolle, dikush kishte edhe familje, siç është familje e Jonç, kishte një shtëpi 2 kaqe, një kull edhe një 3 kaqe. Kishte aty edhe tjerë, për shembull kishte Ram Jakupi, Sylaj, kishte një kull 3 kaqe, po ishin 2-3 kulla në fshat, s'kishte më. Megjithatë, pas largimit të gjyshit, në mas 3-4 vite që thash, e marrim njoftimin e parë që bëhet i gjallë në rrugë. Gjyshi ka jetuar deri në vitin 60. Për 8 vite, rreth 8 vite, ka jetuar në familjen e Rustemit, të baba i Ilmir Rustemit, të baba i Gani Rustemit, Recep Rustemit, i cili Recepi, djali i Rustemit nga Novelani, fshati Novelani i Vështrisë, i kanë vënë dhe emrin Recep për hir të shqiptarit që dha e ke këtu, për hir një burri të lartë dhe burri mirë, dhe i kanë trashëguar emrin dhe sot i kësaj dite jeton në Novelani, jeton në Vështri Recepi, e ka emrin Recep. I trashëguar nga gjyshi im Recep Qerim Sylaj. Kjo do të thotë që ju boni familje tamam, se unë kam pas rastin që ta pi një kafe me Ilmi Rustemin, ma ka tregu si histori, edhe gjatë bisedës, kur ne po e zhvillojmë edhe po e tregon këtë ngjarje, ka qenë shumë emocional, edhe i ka ndalë lot, ati edhe mu se ishte një diçka shumë e padëgjum, të jeton në 8 vite një person edhe të bëhet pjesë e një familje, edhe me thonë drejtën është një familje me zemër të madhe se për 8 vite ta mban, edhe ta përcjell edhe në vdekje është një sakrificë edhe thjesht edhe pse ka kalu gjithçka, ai kishte një respekt të jashtëzakonshëm për juve si familje, e pikërisht edhe për të ndjerin i cili tashmë nuk është në mesin ton. Por, kur ju erdhë letra e parë, keni bo përpjekje, keni pas mundësi që ta ktheni letrën ju? Letrat që kanë ardhë nga gjyshi, gjitha letrat kanë ardhë të hapa nga sigurimi i shtetit. Asnjë letër nuk është ardhë e mbyllur. Të gjitha u kontrollonin, u lexonin, pastaj u dorëzoi marsit. Ne në atë kohë pasi babaj u kthye nga internimi, nuk kishte mundësi, nuk kishte adresa të shkruante se nga ku t'ja dorëzoj, ku t'ja çoj një letër babës.